Nedim Bajrami ka përfunduar sezonin e tij të parë me Rangers në mënyrën më të vështirë të mundshme. Pas një kalimi me shpresa të mëdha në skuadrën e madhe të Skocisë, mesfushori kombëtar shqiptare ka kaluar një vit të komplikuar, i cili i kalon me shumë pikpyetje për të ardhmen e tij. Panorama Sport mëson se Bajrami do të largohet nga Skocia në merkaton e verës, edhe pse është në kontratë me Rangersin. Forma e dobët e humbje vendit të titularit në një ekip që ka për qëllim të fitojë titull e ka bërë të vështirë që Bajrami të shfaqet në nivelin që pritej pas transferimit të tij nga Sassuolo për një shumë prej afërsisht 4 milion euro. Kur Rangers e transferoi Bajrami në kusht të vitit të kaluar, shpresat ishin të mëdha. Ai u pasi një mesfushor kreativ dhe me shpejtësi i cili mund të ofronte shërbime të vlefshme në fushën e lojës. Bajrami është një lojtar i njohur për aftësitë e tij teknike dhe për ndikimin që mund të kishte në mesfushë, por edhe në pjesën e sulmit. Megjithatë, shumë shpejt u pa se përvoja e tij në Skoci do të ishte më e vështirë se sa pritej. Në fillim të sezonit ai pati disa paraqitje të mira, por pastaj humbi vendin e titularit, një humbje që përriqi ky kalim të mos shihej si suksesshëm. Shkaktarët e kësaj mund të jenë disa faktorë, përfshirë dhe mungesën e besimit të trajnerëve dhe një formë e dobët të fushë. Ajo që e ka vështirësuar dhe më tej situatën e Bajramit është fakti që Rangersi ka pasur një sezon të dobët në përgjithësi. Në këtë situatë të pasigurt, ndoshta një largim nga Rangersi mund të jetë një mundësi për Bajramin për të rifituar besimin dhe për të gjetur një vend ku ai mund të shfaqë më mirë aftësitë e tij. Panorama Sport mëson ekskluzivisht se Bajrami ka mundësi të largohet nga Skocia në merkaton e ardhshëm të janarit dhe ka dy mundësi që duken më të mundshme për të ardhmen e tij. Një rikthim në Serie A, kampionatin italian që jep një mirë dhe një mundësi e mundshme për të kaluar në Bundesliga. Në lidhje me mundësinë e rikthimit në Itali, Bajrami mund të gjendet para mundësisë për të luajtur për një ekip që do t'i ofronte më shumë hapësirë dhe mundësi për të provuar veten sërish. Italia është një kampionat që e ka ndihmuar të rritet si lojtar dhe ka një numër skuadrash që mund të shohin si një opcion të vlefshëm për të dhënë mes fushës së tyre një dimension të ri. Nga ana tjetër, Bundesliga është një kampionat me më shumë hapësira që mund të jetë i përshtatshëm për stilin e lojës së Bajramit. Në të dyja rastet, agenti i Bajramit, Fali Ramadani, do të jetë i angazhuar për të gjetur mundësinë më të mirë për të larguar lojtarin nga Rangersi dhe për të dhënë mundësinë që të kthehet në nivele më të larta të futbollit.